talentuar, kërkon 2 pikë, gabon, Arra, e kërkon të në tabel, Sarelia, Djokovic, shmang atje, shmang me Karaj, topi e shpojtë për të fundit nga ati, dhe zotron skuadra miqë. Karaj. Vidali për 3 pikë, nuk shenon, përsëri i kthej topi, ka shansin të kthej topi Karaj, Lorë Ndoja, pastaj edhe ka gabuar numër 7 Gjonej, topi për vazhdim. Edhe 1 minutë e 18 sekonda loj. Kulinara, Sarelia, për qëllim me hapën të vazhdimit, gabim personal i shkaktuar nga numër 10 Karaj, 90 me 74, rezultatin e favor të vazhdimit për 16 pikë diferencë, kur duhen 1 minutë e 10 sekonda loj, në periodën e 4 e të gjithë ndeshjes, vazhdimia për e dojtojët suksesit të finansore. Djokovic për Berdicën. Berdica, kapiteni Shkodan, përndojnë që të nëton 3 pikë, nuk e shënon, do t'ishte ideale, që 3 pikë ishë, por nuk ju bind të pëndojës, Karaj për miqë, Zon Gjonaj, nuk shënon, por fiton gabim personal, i shaktuar nga Gjondoja, që e ndryur me 5 gabime personale për atrofitje të ndojën i gjithë palatës sportit të kërëkët, kalën fund të lojës, i skuadrë vidua të me 5 gabime personale, por nuk ka kohë minuti i fundit dhe fitore është garantuar. Alger Gjone, shkodami tjetër i informacionit të Kamza Basket, gjyte e pare lirë, me sukses. Për Gjonen, shënon përsëri 90 me 76 në favor të vazhdimis. 90 me 76 këtë për Berdicën, pastaj Sarelia. Janë momentet e fundit të gjithë ndeshjes. Përfitojnë miste, e zotojnë të më ndëshënën tjetër kosht. Nuk ka shumë ko. Vazhdimia thuj që të shmekate e garantuar, është futën lejë dhe Shestani. Roberto Shestani top për Taraboshi, pastaj Arra dhe shënon në medjetim në 78 të ndëruar të rishikues. Një fitore e vazhdimit e pa diskutueshme në këtë momente. Kulloja për drejtohet fundit, shikojmë kapiteni Bilali ndoshta tentativa e fundit në këtë fundeshje dhe nuk shënon Bilali, topi përsëri për miqt. Janë sekondat e fundit të gjithë ndeshjes. Vazhdimia tashmë e ka të siguruar të gjithë fitore në ndeshjes, por ka të drejten e dy gjyqeve të lira, një prej basketbolistëve miqë, pikërisht numri 7 Alger Gjonaj. Një fitore me vërtet emocionuese, shumë rëndësishme, me tepër vlera për vazhdim. E ka mundur Kamza Basket të bënda në shtëpinë e fushën e saj në fazën e parë, tashmë e mund përsëri në Shkodër dhe fillon diferencën në 2 pikë ndaj rivalës më të afërt. Vazhdimia tashmë është në vërtet për dënenda kryesore për titull. Gabim personal i shkaktuar nga miqt, pikërisht nga Karaj dhe gabim personal në favor të vazhdimis. Është Mirza Sarelia që ka të drejtin të gjuaj në 2 të lira. Entuziazëm i viqen, entuziazëm i mirëpritur pas pauzë të sa veçare pas futbollit shkodran, e rikthën këtë atmosferë në Shkodër, Sarelia shënon 93 me 78. Gjyndjelia për Sarelia dhe shënon 94 me 78, topi për skuadrën mike. Është Vazani, top kolegët e tij që ka bojë pastaj edhe Gjone në tabel
gjone me sukses e korrizon të aksion në sekondat e fundit. Topi për Nikolinare që ka mundësi të finalizojë. Arra ka shënuar 95 me 80 ka përfunduar që ka të nëruar të rishikues në Palatin e Sportit Sazin Tërvishit të Shkodrës në atmosferë jashtëzakonshme 96 me 80, 16 pikë diferencë në favor të ekipit të Vllaznisë. Një fitore spektakolare, një entuziazëm i ligjshëm, nuk ka po shkon më bukur. Është një festë me vërtet sportive. Kur kameramani im Samir Çoku po e fikson këtë spektakël nga Pallati i Sportit i Shkodrës, kur Vllaznia i gëzohet fitores së saj 96 me 80. Dhe përpiqen në të momentit që të marrim dhe opinionet tona për festën me përdurisë të spatës shkodrane. Është festa e Vllaznisë në të momentit që po i gëzohet dhe unë të përpiqem që përpara se të shkoj tek basketbollistë fushë të marrë disa autoritete, do të dëshiroja sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Basketbollit, ish basketbollisti shkodran, Tora Vllazani, po është pak sa i angazhuar. Në qoftë të tentojmë të intervistojmë Astrid Zaganjoni. Jemi direktor së me kamerën tonë të Samir Çokut, urime për fitoren një ndeshje spektakël e Vllaznisë. Faleminderit, ishte një vërtet një spektakël i madh. Ne prishim këtë fitore, ka shumë ditë që ne presim këtë fitore mama. Megjithatë, ekipi jonë duhet shumë mirë, nuk pati asnjë mundësi ekipi kundërshtar. Po estim një moment pak a shumë decisiv apo për ne, po megjithatë ekipi jonë ja doli mirë. E keni pritur këtë ndeshje me shumë emocion, me shumë interesin, tashmë e fituar. Mund të themi që Vllaznia është kampioni pas dy fitoreve në Kampionati është shumë i gjatë. Unë mendoj që Vllaznia do të jetë pretendent në numër 1. Festin e mbi shkut 2 pikë, dhe mendoj që Vllaznia do të jetë. Megjithatë ne kemi kupën e Evropës Shkodër ku besoj, është shpresoj ta fitojmë. Sukses Zaganjoni do të interesojë dhe Adem Muhametin. E urojmë sepse është nga kandidat me vërtet fair play shumë interesant, edhe pse me humbje jeni shumë i qetë dhe nuk keni reaguar siç mund të reagojnë trajnerët kundërshtar. Faleminderit, ju uroj suksese të interesimit këtu në sportazh dhe ekipit Vllaznisë. S'ka marrëdhënie ku bazën nuk ka fitore ka. Mendoni që më mirë, mendoni që Vllaznia e meritoi fitoren sot? Patjetër ishin më shumë se sa ne, kemi ardhur keq. Vazhdimisht vush nga fillimi deri në fund, ata ishin lojtarë më shumë se sa ne. Kemi ardhur keq. Me 6, me 7, ishin se ishin sa dy. Me ardhur keq, Në qoftë akoma ka ndeshje në kampionat, keni 2 pikë pas së Vllaznia. Normal. Ju uroj shumë suksese thash. Falenderoj tani shumë ju se televizion që keni interes. Një të parasporti në fund të këtij muaji të jenë finalet e Kupës së Republikës në basketbol përmeshkuj dhe do të ndeshin përsëri Vllaznia Kamp Basket. Atë duhet presim gjysmëfinalen, pastaj finalen. Ne në gjysmëfinale kemi Firin, pastaj në radhë avash avash. Kam qejf që të bëhet një atmosferë e tillë përsëri në finalet e Kupës së Republikës. Edhe ju falenderoj ju si media dhe gjithë sportdashët. Suksese për këtë sportit ndodh. Ne jemi keq që ishin më shumë se sa ne. Lojtarë në fush, jemi keq. Suksese. Do të përpiqem të shpreh të marrë të tjera emocione, kamera me kolegun tim Samir Çoku me shoqëron, pikërisht nga tribunave kemi njërin prej basketbollistëve më të mirë të Vllaznisë në këtë ndeshje. Është Nikolinare që merr përgjimet e tifozërisë shkodrane. Jemi me kamerën tonë me Samir Çokun. Urime, keni qenë jashtëzakonshëm sot ditë. Faleminderit. Ishte ndeshje tepër e bukur, domethënë shumë e vështirë, me një tifozëri tepër gjatë. I falenderoj, ishte një atmosferë tepër gjatë, tepër e bukur. Domethënë çdo gjë shkoi sipas parashikimit tonë me një fitore, me një rritje të madhe të spektatorëve shkodran. Mund të themi se me këtë fitore tashmë Vllaznia është kampione e Shqipërisë, keni mundur rivalin direkt e 2 herë. Me këtë fitore 10 radhë mund të themi se jemi kampionët e dimit, kemi një grup, kemi avantazh në Kupën e Shqipërisë, por i bëjmë ditën e skuadrave që ky vit është sezoni jonë. Edhe nuk do ta lëm për asgjë gjatë tjetër. Suksese. Unë mendoj që Vllaznia për basketboll është në rrugën e marrë dhe këto spektakle kanë mungu Vllaznia